nacionalisht, dhe pastaj do flasë edhe për organizimin e diasporës, kuptuan gjithë ky popull që proteston, kuptuan që, si thot ajo fjala e urtë shqiptare, i kemi varur ujkut mëlçit me qatë. Se ne i kemi varur mëlçit me qatë. Një Shqipëri me këto pasuri, që është më e bukur dhe më pasur se Zvicra, sepse Zvicra ka male edhe ka liqene, po ne kemi dhe dete, kemi ujra, liqene, kemi lumenj, kemi dhe dete. Me pasurit në toksori që kemi ne duhet jetonim tamam me atë lugën e Flurit që thoi ko për para. Kështu që në qoftë se ne i kemi varur ujkut mëlçit në qafë, pra ati ujku që po akuzohet për trafik kombëtare, sepse për këtë bëhet fjalë, dhe po ta vëmë re, kemi të bëjmë me një lëvizje barkombëtare me përmasa të tilla që do ishte e denjë për të protestuar kundër një poshtuesi të huaj. Pra, është paradoksale që ky mobilizim, që duhet ishte i denjë për një pushtues të huaj, që mund të na bënte një agresion nga jashtë, ne po e bëjmë kundër pushtuesit të brendshëm. Dhe diaspora mendoi që do jepte goditjen dhe ndikimin, kontributin kryesor në këtë gjë, sepse edhe në histori e dim shumë mirë, diaspora kanë ndihmuar, Ismail Qemari ishte në diasporë, Skënderbeu ishte në diasporë, e gjithë rilindja ishte në diasporë, rilindja e vërtet, jo kjo rilindja që e ndotën si term ta. Sa pritet të vinë në 4 korrik, për shembull, në Tiranë? Si jeni organizuar? Do jenë më shumë se që ishën radhën e parë. Do nisem prapë nga Londra, ditani që sot, por nesër dita normale e nisjes, për të bërë marshimin, do e quaja marshimi drejt lirisë, do e paksoja, për të bërë marshimin dhe për të takuar në Shkodër, në mëngjesin e datës 4, me të gjithë ata që do bëjnë linjën e veriut. Pra, linja nga Londra, do kalojnë me separatës, do kalojnë në Kroaci dhe do takojnë në... Kemi një grupim edhe nga Parma, kemi dhe një grupim nga Parma, nga Italia dhe nga Parma, kemi një çun Elvin Lazari, i cili ishte edhe në spedicionin e parë, në ekspeditën e parë, dhe tani po organizohet për të mbledhur sa më shumë njerëz që të bëjnë linjën e veriut. Ndërkohë që ka aktivistë të tjerë, mund të përmend Arian Hasimen, që po bëjnë po organizojnë ekspeditën marshimin nga jugu, nga Gumenica, Ancon, me traget nga Ancon në Gumenic, edhe të takojnë të gjithë në datën 4 në shesh në Tiranë. Tani kjo data 4, simbolika e saj është ditëlindja e Amerikës apo e kryeministrit Rama? Pse data 4? Shto? Inshallah, unë përshpresoj që tjetë, mund tjetë të dyja simbolika, mund tjetë ditëlindja dhe vdekja e Edi Ramës, por do ishte bukur ta identifikonim edhe me ditëlindjen e Amerikës. Unë kam familjen tim të dytë e kam në Filadelfia, do më thëmë djali imi dytë i kalim në Filadelfia, unë kam marrë pjesë në shumë festa që bëjshin në 4 korrik në Filadelfia dhe janë festa spektakolare. Të fundit kishte dhe shtështona, më kujtohet para 2 vjetës, ku ishte problemi Trumpit e tjera. Kështu që të dyja simbolikat qëndrojnë. Më falë, pse mos tjetë Shqipëria, pse mos tjetë ditëlindja dita një e demokracisë shqiptare, data 4? Pse mos ta quajmë kështu, po merrem me vdekjen e Ramës, me ditëlindjen, me ta diun. Sugjerime. Më falë, mund t'i bjem shkurt, mund t'jetë dita e parë, mund t'jetë ditëlindja jonë, bashkë me ditëlindjen e Amerikës, dita e parë e demokracisë tonë. Më frymëzuese më duket, nuk e di. 3 gëzime në një ditë. Tregëzime në një ditë. Edhe vdekja e Ramës. Kështu që pse jo, pse mos t'i gëzojmë të gjitha. Nëse më lejon akoma. Po, patjetër. Nëse më lejon akoma Ola, u folën për programin. Jo tak në fillim. Po, ka një program, ka një agenda, ka programin e Evropës, së shkojmë drejt Evropës. Po. Të bëjë të mundur aderimin e Shqipërisë në familjen e madhe europiane. Evidenca më e madhe që ai ka dështuar në ato premtime dhe programin që ka dhënë në këto vitet e para. Se, grup kapitujt u hapën? E filloj me ujnë, me dritat, e pa që nuk arriti të me shëndetësin, e pa që nuk ngajti asnjë premtim nga ato që bërin atë kohë, pa bëri thaj, di çfarë bëjmë, po lozim kartën e Evropës ne, kur mos u fusim, se që nuk kemi futur dhe nuk kemi dashur kur të futemi, se nëse ti do të futesh në Evropë, nuk bën atë që bëre me Tallukun.
Nuk bën atë që bën me Ballukun, nuk bën atë që bën me Pshe dhe imunitetin e shumë të akuzuarve nga SPAK. Pra, dështira që ai futet në Evropë nuk e ka fare. Është e vetmja mënyrë, është e vetmja fasad futja në Evropë që ati duhet për të justifikuar atë elektoratin e vet, edhe për të përvazhduar për të manipuluar ata shkretët që shikojnë fusi ai që bën ato barsaletat edhe i bën për të qeshur. Shumica të cilëve qeshin me zor, të paktën ata që ai theret në miting. Kjo ishte. Për sa i përket organizimit, ne në parë organizuam takimin e dytë të dietën që shkoi, doli shumë bukur, bile se bukura e bukura e këtij takimi në zemër të qytetit, plot me flamunë, kuqezi, ishte sepse në podium ato mikrofonin e morën edhe italian, intelektual italian, e mori dhe një Arbresh, qëlloi dhe që ishte edhe një Arbresh, mori fjalën dhe foli dhe në atë shqipen e tij, Arbreshe, dhe ishte diçka shumë e bukur sepse ata që erdhën aty sfiduan vapën e madhe, rekord, arriti dhe në 48 gradë vapa të ditë, mbasi në Tiranë ka qenë rënd akoma, por që sfiduan vapën për të ardhur aty dhe për të thënë fjalën e tyre. Dhe për tu organizuar për këtë ekspeditën e ardhshme të datës 4. Kështu që ne do vazhdojmë. Qëllimi është që të vinë të gjithë në Tiranë, kështu që po organizojmë që të vinë në Tiranë dhe të sfidojmë vapën edhe t'i tregojmë Ramës që plani i tij për të lodhur protestuesit ka dështuar dhe çdo ditë që vazhdon protesta e fuqizon akoma më shumë atë, sepse çdo ditë njerëzit përshejnë dhe mbi të gjitha ata që janë akoma pak me frikë e fitojnë frikën duke parë frika po çmitizohet, por mos është çmitizuar, nuk ka më frikë njerëz. Nuk është çështje frike, më tepër çështje. Tani janë 37 ditë u vërtetua qartazi që frika u vra, po çfarë prisni të ndodhë në datë 4 korrik, zoti Kulluri? Sa njerëz prisni këtë herë në protestën bar kombëtare? Shikoj, para do të themi që Rama ka dy rrugë, ose do dorëhiqet, ose do dorëhiqet, nuk ka rrugë të tretë. E kuptoj. Domethënë kjo njerëzit nuk futen më në shtëpi, nuk kthehen më mbas, sepse nuk mund të çojnë stekën e kërkesës për ndryshim 32 ditë kaq lart, edhe ditë bukur të kthehen prapë në kënetën që ishte Shqipëria e para protestave. Kjo nuk ka shans të ndodhi. Së dyti, pjesëmarrja madhe patjetër që krijon turistëni shumë të madhe, e dobëson dhe e lodh më shumë kryeministrin, i cili ka ftuar brenda nga ato intrigat e veta, se shiko, disa kanë aty të drejtë, po janë disa të tjera atje. Pjesëmarrja ja gris kontratën që ai e përmend shpesh, kontrata ja gris. Ky nuk është zysha i shoqërisë dhe nuk është zysha i protestës që të tregoj kush djali i mirë e kush vajzë e keqe. Nuk është çështja e fare. Kështu që të gjitha kanë dështuar, siç e tham, është i paaftë ta demontoj, po themi, frymën e protestës, sepse nuk mundet ta bëj. Për sa kohë protesta është e drejtë dhe qeveria është anë e gabuar, nuk ka asnjë shans që Rama të ketë sukses në këtë çështje. E dyta, duhet të kemi parasysh një gjë. Kjo qeveri e ka mbyllur ciklin, nuk ka çfarë ofron më këtij vendi. Edhe nëse flasim për integrimin evropian, duhet të kemi parasysh që integrimi është më shumë një çështje gjeopolitike, thënë troshë qartë edhe nga perëndimorët, duke parë realitetin ton, sesa një çështje e përpjekjeve të qeverisë. Patjetër që diplomatët e Bashkimit Evropian do shprehen për reformat që po ecin, sepse duhet të justifikohen para qytetarëve të tyre. Nuk ka asnjë diplomat në Bashkimin Evropian apo lider politik që thotë do fosin një vend me probleme ndaja të krimit dhe korrupsionit brenda për arsye gjeopolitike, sepse ne dimë shumë mirë që ata japin llogari edhe para qytetarëve të tyre. Ne dimë shumë mirë që ka pasur dhe i kosto dhe për hyrjen e përshpejtuar të Rumanisë dhe Bullgarisë, por mos harroni gjë. Të treja vendet, Kroacia, që hyn në Bashkimin Evropian me hapa të përshpejtuar siç po tentohet me Ballkanin Perëndimor, të treja kanë hyrë mbasi reforma në drejtësi ka pastruar politikën nga korrupsioni i niveleve të larta. Në të treja rastet. Në Rumani, në Bullgari, në Kroaci. Kjo qeveri nuk ka asnjë shans të jetë udhëheqësja e integrimit evropian të Shqipërisë me këto probleme që ka.